edhe ky organizim. Duke di që patit organizimet e tjera ishin 4 nga OVL e UÇK-s, protesta në vendet më kryesore, nëse mund të themi, ndërsa kjo protestë e radhës vjen nga Liria ka emër dhe atë pikërisht në përvjetorin e pavarësisë së Kosovës. Shikoni, protestat nuk kanë ndikim direkt në vendimarrje, por krijojnë momentum dhe krijojnë hapësirë për reflektim, por edhe krijojnë mundësi për dialogim, por edhe për ta kuptu atë se çfarë populli ndjen për një çështje të caktuar. Edhe ato se çfarë kanë bërë organizatat e veteranëve të luftës, por edhe ato se çfarë e bëm ne para 3 vitesh tashmë, edhe çfarë synojmë në 17 shkurt, është që kërkesat tona ti reprezentojmë përmes një aktiviteti masiv, i cili një zëri kërkon që ata njerëz të mirë të Kosovës të trajtohen dinjitetshëm dhe të ketë verdikt fer dhe të kthehen në vendin e tyre. Pse në ditën e pavarësisë? Sepse besoj e dini aty të gjithë njerëzit që janë atje, faktikisht janë të lidhur jo vetëm me lirinë e Kosovës, por janë të lidhur edhe me zhvillimet në Kosovë pas çlirimit, e sidomos zotri Thaçi që është personi që edhe ka lexuar dhe shpallur pavarësinë e Kosovës, po ashtu zotri Krasniqi, zotri Veseli, të cilët kanë qenë edhe udhëheqës të organit më të lartë të shtetit që është Parlamenti i Kosovës, zotri Selimi e të tjerët. Prandaj data është simbolike, por jo vetëm, sepse për ne është datë historike dhe kjo datë historike i mbërthen këta njerëz ndoshta në kuptimin e obligimeve dhe detyrimeve edhe asaj se çfarë kanë dhënë për Kosovën shumë më shumë se sa neve që e kemi përjetuar nga jashtë dhe që sot e gëzojmë edhe lirinë edhe pavarësinë e Kosovës.